Rezultatet e fundit zgjedhore në Shqipëri dhe Kosovë dëshmojnë qartë një realitet të ri politik në hapësirën shqiptare. Edi Rama ruan pushtetin me 83 mandate në Kuvendin e Shqipërisë, ndërsa në Kosovë Albin Kurti fiton bindshëm me mbi 42% të votave, duke konsoliduar më tej pozicionin e tij si lideri më i besuar në politikën shqiptare. Këto dy emra nuk janë më thjesht figura shtetërore, ata janë simbole të dy qasjeve të ndryshme, ndaj pushtetit, ndaj popullit dhe mbi të gjitha, ndaj shqiptarisë. Në këtë panoramë të polarizuar lind një pyetje që tingëllon si ëndër për shumë shqiptarë: a është Albin Kurti i vetmi që mund ta sfidojë Edi Ramën në Shqipëri? Dhe më thelbësorja, a është ai njeriu që mund të ringjallë shpresën e bashkimit kombëtar, jo me kufi, por me ideale, drejtësi dhe dinjitet? Albin Kurti nuk është thjesht kryeministri i Kosovës, ai është një ndër të paktët lider shqiptar të pasluftës që ka mbetur i pandotur nga korrupsioni, nga pazaret e ulta politike dhe nga rreshtimet servile ndaj interesave të huaja. Ai është një politikan e shkollës së përndjekjes, i burgut për ideale dhe i protestës për barazi. Ai është biri i një Kosove që ka vuajtur për të jetuar, por që tani dëshiron të frymëzojë për të ndryshuar. Në Shqipëri figura e Kurtit nuk është e panjohur, përkundrazi, është e dashur dhe e admiruar, veçanërisht nga të rinjt, nga diaspora dhe nga ata që ndihen të përjashtuar prej sistemit të kalbër të tranzicionit. Kurti ka shtetësinë shqiptare, ka pasur një deg të vetëvendosjes në Tiranë, ku garoi me të në zgjedhjet e vitit 2021. Ka folur hapur për unitetin kulturor, ekonomik dhe politik të shqiptarëve, jo përmes bashkimit artificial, por përmes reformimit të drejtësisë. Nëse Albin Kurti do të vendoste të garonte në zgjedhjet e Shqipërisë, qoftë si lider i një liste të re qytetare, qoftë në një bashkëpunim me forca të pastra politike, ai do të përfaqësonte një alternativë që shqiptarët nuk e kanë pasur kurrë realisht në dekadat e fundit, një lider që nuk blen vota, që nuk tallet me varfërinë, që nuk flet për ndriçimin e rrugëve, por për ndriçimin e ndërgjegjes. Sot më shumë se kurrë ndjenja e bashkimit kombëtar nuk është një utopi nacionaliste, është një kërkesë për drejtësi shoqërore, për përfaqësim dinjitoz dhe për një shtet që nuk i braktis fëmijët e vet. Miliona shqiptarë jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë, në Kosovë, Maqedoni të Veriut, Malë të Zi, Preshevë, diasporë. Ata janë shqiptarët i dërgojnë remitancat, që ndërtojnë shtëpi me flamur kuqezi në Gjermani, Zvicër e Amerikë, e që ndjekin me lot në sy çdo fjalë që flet për bashkim, dinjitet dhe respekt. Edi Rama për ta është një politikan që ka ndërtuar sistemin për vete. Për shumë nga ata, Shqipëria nuk është më adeu i ëndrës, por një vend që duhet shmangur. Kurti në të kundërt, është shpresa që nuk është shitur, ai ka guximin të thotë të vërtetën, edhe kur ajo nuk sjell vota, ka për ulësim të qëndrojë me njerëzit, edhe kur fiton pushtet. Nëse Kurti do të kandidonte në Shqipëri në një platformë që bashkon shqiptarët për të ndarjeve krajnore e partijake, ai do të sfidonte jo vetëm Ramën, por edhe gjithë sistemin e korruptuar që mban Shqipërinë të mbujuar në vend numero. Do të ishte një përballje vërtet mes një burri që e ka bërë pushtetin qëllim në vetvete dhe një tjetri që e sheh pushtetin si mjet për shërbim. Mbështetja që Kurti ka në diasporë është e jashtëzakonshme. Në Zvicër, Gjermani, Austri, SBA, komunitetet shqiptare nuk rreshin së organizuari së dërguarin ndihma së protestuari për drejtësi. Ata nuk kërkojnë vetëm një lider që flet shqip, por një lider që mendon shqiptarisht, pa servilizëm ndaj të fortëve, pa heshtje ndaj padrejtësive, pa tradhtim ndaj kombit. Zgjedhjet nuk janë gjithmonë mjeti më i mirë për të matur vizionin, por ndonjëherë historia prodhon momente ku një individ përfaqëson më shumë se një parti, më shumë se një shtet, përfaqëson një vetdije kolektive, një nevojë të madhe, një thirrje kombëtare. Albin Kurti është sot ndoshta i vetmi lider shqiptar që mund të unifikojë zemrat shqiptare në Kosovë, në Shqipëri dhe në diasporë. Ai është lideri që nuk kërkon vetëm vota, por kërkon të ndërtojë një kombë që i bën ballë çdo sfide me dinjitet. Ai është ndoshta mundësia e fundit për të rikthyer besimin në një politik që nuk turpëron por frymëzon. Nëse një ditë ai vendos të sfidojë Ramën në Shqipëri, nuk do të jetë thjesht një përballje elektorale, do të jetë një përplasje mes së kaluarës që nuk po ikën dhe së ardhmes që po troket.